konsiderohet ndër vendet me barrën më të lartë fiskale mbi karburantet në rajon. Sipas gjykimit tuaj, apo e përdor shteti naftën si një ark të sigurt për të mbushur buxhetin? Në fakt, kështu ka qenë prej kohësh. Të gjitha vendet që kanë një organizëm tatimor të pazhvilluar ose le të themi kështu, një organizëm tatimor i cili është i kapur në korrupsionin dhe shteti shqiptar ka mbi 30 vjet në këto probleme. Preferon të vendosi tatime indirekte, që do të thotë tatime mbi konsum, siç është tatimi mbi vlerën e shtuar, ose mbi mallra dhe shërbime. Ndërkohë që ato që janë tatimet mbi të ardhurat personale, ose tatime mbi fitim, në vendet me një administranë tatimore problematike të themi kështu, këto kanë gjithmonë rezultate të mira. Ndërkohë që në vendet e konsoliduara dhe të zhvilluara, ka shumica e ardhurave vijnë pikërisht nga tatime mbi të ardhurat personale dhe tatime mbi fitim, si dhe të ardhurat mbi pasurinë, pra mbi toka dhe pasurinë e tjera. Nuk është ky rasti i Shqipërisë fatkeqësisht, ku do jemi të tatojmë më shumë konsumin. Pra, në mënyrë indirekte, tatojmë më shumë ata që kanë më pak, sepse të gjithë ne duhet që të ham, gjithë duhet mbijetojmë, gjithë duhet një litër naftë, pavarësisht nga gjendja ekonomike. Kështu që në thelb konsumi ngryhet më shumë, veçmimet rriten më shumë dhe ndihet më shumë, problemi në momentin kur kemi persona me të ardhurat të ulta, të mesme ose të ulta, dhe ndihmë më pak ata që kanë të ardhurat të larta. Kështu që problemi i shtetit është me thjesht të marrësh 4 tatimor ose doganier, të cilët ulin dhe ngrënë atë që është traun e doganës për të importuar mira tonelata naftë dhe shteti e ka të thjesht të bëjë shumë para kështu. Në kod 61% të barës tatimore shqiptare, biçmimi total është taks, akcizë dhe tatim i vlerë të shtuar mbi karburantin dhe naftën. Kështu që Shqipëria është vendi që është në top 3 në bashkimin evropian, të bashkimit evropian, kontinentit evropian që ka çmimin e naftës më të lartë dhe të karburanteve në përgjithësi. Zoti Spaho, Konfindustria paralajmëron se një rritje e fortë e çmimit të naftës mund të sjellë inflacion deri në 6%. A rrezikojmë të përsërisim krizën e çmimeve të vitit 2022? Absolutisht po, fatkeqësisht, sidomos nëse kriza ndërkombëtare do të vijë. Dhe me shumë gjasa po do vijojë, çfarë po shikojmë rezultatet ende problematike. Në pak fjalë, çfarë do ndodhi është që në këtë krizën, pra Shqipëria është shumë e goditur dhe e goditshme nga kjo krizë e lëndit të parë dhe kjo, si kriza e vitit 2022, ndryshe nga kriza e vitit 2008-2009, që ishte një krizë financiare dhe financat shqiptare së pari në atë ku ishin të vogla dhe së dyti të pa integruara në ato globale. Në këtë rast, ekonomia jonë është më së integruar me ato që janë importet e naftës, ashtu siç është e lidhur edhe ekonomia e Bashkimit Evropian. Pra, kësaj radhe varen realisht në importi i naftës së huaj. Dhe në veçanti nga gjiri i Hormuzit. Në thelb normal është e pritshme që të ndodhi një rritje e çmimeve të produkteve industriale. Pikërisht sepse ato kanë nevojë për energji elektrike dhe energji elektrike goditur drejt për drejt, sepse një pjesë e saj jo në Shqipëri, ku është shtetit po, prodhohet pikërisht nga karburantet. Dhe karburantet vendosen, çmimi i karburanteve vendoset në bursa ndërkombëtare, kështu që edhe nëse Shqipëria përdor në mënyrë hidroelektrike ose ligjore pak rëndësishme, sepse energjia në bursën ndërkombëtare prodhohet edhe nga nafta dhe si pasojë do kemi një rritje të çmimit të energjisë në bursën ndërkombëtare, një rritje të çmimit të naftës, një rritje të çmimit të transportit, një rritje të çmimit edhe të produkteve bujqësore, si dhe të produkteve industriale, sidomos të atyre të ushqimeve. Dhe natyrisht kjo do sjellë një rritje të çmimeve që ndihet. Do krijojë një presion inflacionist, sepse kur ti ke një rritje të çmimeve dhe njerëzit do kërkojnë të rritën rrobat. Kështu që po, rreziku do të jetë një inflacion më i lartë dhe një ngryerje e fuqisë blerëse të ardhurave të shqiptarëve dhe të kursimeve të tyre. Fatkeqësisht. Qeveria ka mbrojtur idenë e bordit të transparencës për të kontrolluar tregun.
Zoti Spao, në praktika ka funksionuar ky bord apo ka mbetur vetëm një mekanizëm formal? Atëherë, ideja është kjo që në një vend ku kemi 11 deri në 15 inspektoriate, se mbyllen ca kryerënce të reja, kur kemi autoritet të konkurrencës, kur kemi nuk e di se sa autoritetet të tjera, bordi i transparencës duket më shumë një gjë, një shpikje elektorale më shumë se sa një institucion me vlerë reale. Dhe lind dyshimi, nëse na duhet bordi, atëherë ata 15 institucione të tjera po lind kot, apo është bordi kot dhe ato institucione të tjera janë plot, apo asnjëra nga të dyja. Dhe problemi është ky që nuk u rezulton, dhe në rastin e parë të viteve më parë, edhe në këtë rast që bordi i transparencës të vendosur çmime që janë qartë asnjë më të ulta se ato në treg. Pra, 3 janë alternativat të mundshme. Ose bordi i transparencës lidhet, shikon vendos disa, themi kështu, një çmim tavan që është nën ekuilibër, atëherë do ishte rasti vetëm që do të mundet të impaktonte në treg. Nëse është aty të çmimi i ekuilibrit ose mbi çmimin e ekuilibrit që tregu do të shkon, atëherë nuk ka nevojë për bordin e transparencës. Ose sido që ta quajmë këto organizatë qeveritare. E vërteta është që përtej aspektit, le të themi kështu, të bukur, ta dëgjosh për njerëzit që nuk marrin shumë veç nga ekonomia, e vërteta është që gjithmonë kur shteti ndërhyn dhe ndërhyn si aktor dhe jo si arbitër, kur ndërhyn për të vendosur vetë çmimet, pa goditur oligarkin ose tregjet e kapura, le të themi kështu, rezultati nuk pritet të jetë rezultati mirë. Në fakt, bordi i transparencës më shumë vitet e kaluara ka shërbyer si një organizëm që justifikon fitime jo të duhura nga kompanjat e rregullit. Ose në Itali thonë përkthim fitime qyl, ndryshe nëse rritet çmimi i naftës, normalisht në 1 litër dhe kompania lodhet në të njëjtën mënyrë, ka të njëjtat kosto, por çmimi ai rrit. Atëherë kjo rritje e shtesë fitimi është në përgjithësi një shif qyl. Që duhet të paguaj taksë shtesë. Por nëse bordi i transparencës e ligjëron këtë gjë, i bie që në le të themi kështu, kompania fitimin e ka të saktë. Pra, gjë që nuk po ndodh për shembull, po të shikojmë situatën e Italisë ose të Greqisë, nuk ka bordë të transparencë, por ka institucione funksionale, që nuk ka nevojë për shpikur institucione mbi institucione që të zbatojnë ligjin. Kështu që Greqia dhe Italia të fshijnë, si dhe Maqedonia e Veriut, aplikojnë kontrole dhe jo vetëm, por milionin, ka thënë që në rast të rritjes së çmimesh, ndërmarrjet që kanë padur fitime shtesë në raport me vitet e kaluara do të tatohen mbi normale, siç ndodhi në fakt në vitet e kaluara me bankat në Itali. Greqia ka vendosur gjoke që shkojnë deri në 5 milionë euro. Maqedonia ka ulur akcizat pranë papritur borde apo borde. Dhe është një vend i cili ka le të themi shumë një çmim në Veriut që është pak a shumë i stabilizuar dhe që nuk është çmim detyrues, por është një çmim që pak a shumë kompania shtetërore thot ku është dhe natyrisht privatëve të tjerë mund të bëjnë pak më mirë ose pak më keq, por gjithsesi janë natyrore. Ndërkohë që rasti i Shqipërisë është pak i veçantë sepse ne kemi 3 importuesit kryesor nga 100 e ca që kanë licencë. 3 importuesit kryesor që importojnë mbi 70% të totalit të naftës në Shqipëri. Kjo do të thotë që është e kohë që të merremi në bordë të transparencës, sepse janë 3 persona që mund të takohen 5 minuta secili dhe të bëhet një pakt shumë i qartë. Dhe mos të lodhim doganierët tatimorët tonë të kontrollojnë qindra pika naftës. Nëse kemi 3 ndërmarrje që importojnë 70% të naftës, është një gjë që zgjidhet shpejt. Zoti Spao, propozimi për krijimin e një kompanie shtetërore në tregun e karburanteve duket radikal.
A do të sillte realisht ulje çmimesh apo rrezikon të krijojë një tjetër monopol shtetëror? Unë nuk do isha kundër as monopoleve shtetërore, veç faktit që historia e Shqipërisë, dhe jo vetëm e Shqipërisë faktikisht, ka dëshmuar që kur shteti hyn në ekonomi si aktor, ai nuk bën gjë tjetër veç se rrit nivelin e abuzimit, përkthimi shqiptar të ajduterisë, të pronës publike, sepse nuk ekziston prona publike. Ekziston sidomos njerëzit në raport me veprimtarinë publike. Do të them, kur dikush bëhet drejtori në një institucion, ai kërkon të bëjë të mirën e vet, të mirën e komunitetit. Dhe këtë e thonë studiues të rëndësishëm duke filluar nga Suedia, jo më të vinë në Shqipëri. Gjithë çështja këtu është që duhet një shtet sa më i vogël, por sa më i fortë, ka kompetencë. Kompetencat e shtetit duhet të jenë ato të ruajtjes së tregut, të llogaritjes se cilat duhet të jenë çmimet e saj. Sepse prandaj paguajmë nga taksat tona, administratat që kemi, që të bëjë pikërisht këtë punë. Në të gjitha rastet kur shteti ka ndërhyrë në ekonomi, dhe kemi ndërson ndërmarrje shtetërore. Nuk e di, dikush mundet të thotë që kemi krenar për se si menaxhojmë sjelljes kanalizimet në Shqipëri, dalin gjë me fitim ndërmarrjet? Jo. Dita gjë me çezin, janë ndërmarrje eficiente apo janë vende ku parkojnë njerëzit? Ose edhe njerëz që banë sot e shtetit në Europë. Pra, do të them, të gjithë e kaluara jonë historike flet për një shpërdorim në mënyrë jo episodik, por sistematik të pronës publike dhe të ndërmarrjeve publike. Që janë sado problematik të jenë privatët, janë shumë më eficient se ndërmarrjet publike. Kjo ka treguar në historinë e Shqipërisë deri më sot. Dhe elementi tjetër është që sa më i madh shteti, sa më shumë ndërmarrje shtetërore, aq më shumë do të jenë veglat në të cilat ata që kontrollojnë shtetin do të përdorin për të rizgjedhur në zgjedhjet e ardhshme dhe të ardhshme të ardhshme. Zoti Spau, nëse taksat mbi karburantet ulen, kush do ta paguajë faturën në buxhet? Shërbimet publike apo rritja e borxhit të shtetit? Atëherë, duhet të kuptojmë një gjë. Shteti nuk është si një familje. Pra, nëse kemi një familje që merr 3 milion lekë të vjetra dhe shpenzon 3 milion 100.000 lekë të vjetra, ndoshta duhet të shikoj se si të zvogëloj ato që janë shpenzimet, sepse ndoshta jo të gjitha ato para janë të domosdoshme për të shpenzuar. Kështu që në këtë aspekt ne kemi rreth 1 miliard e 2, 1 miliard e 300 milion euro që çdo vit investohet në shpenzime kapitale, pra e famshmja infrastrukturë. Ndërkohë që zonë re e qartë është që cilësia e shpenzimeve ka qenë e ulët. Kemi parë në muajt e kaluar të gjitha këto problematika që lidhen me mbajtjen e rrugëve në Shqipëri apo me shkatrimin e Shqipërisë. Ndërkohë që nuk kemi një sistem ekologor funksional. Pra, nëse shteti do shpenzonte pak më pak tek në thonjza ndërtimi i rrugëve të reja, që nuk po ndërtojnë gjithsesi. Pra, do të rriste nivelin e vetë të eficiencës, do i bënte një gjë më të mirë. Jo vetëm deri të vetë, por sidomos xhepave të qytetarëve. Zoti Spau, në vitin 2022 Shqipëria pati një inflacion deri në 8% kryesisht për shkak të rritjes së energjisë dhe e karburanteve. Nëse nafta do shtrentohet dhe do vazhdojë të shtrentohet sërish, a rrezikojmë një val të re inflacioni që do të godas drejt për drejt edhe do ndikojë edhe tek shporta e ushqimeve? Jo vetëm që rrezikojmë një val të inflacioni, por rrezikojmë më shumë se kaq, rrezikojmë mos rritje ekonomike ose rënje ekonomike, krizë ekonomike. Që nga kohë e Covidit e kaluam dhe e kaluam mirë, por rreziqet janë dhe janë konkrete. Dhe kështu do ndodh kur në kohët e mira nuk përgatitesh për një ditë të keqe, sepse Rusia shqiptare ka mbi 5 vjet që është në recesion ekonomik. Pra nuk ka rritje ekonomike, ka zvogëlim të sasisë së produkteve. Sepse ndryshe nga vendet e tjera Shqipëria nuk ka ndihmuar bujqësinë e vet, nuk ka dhënë subvencione ose kur i ka dhënë, siç është rasti i financimeve të BE-s. Ato
janë abuzuar dhe si besoj ndihma nuk ka vajtur tek prodhuesi. Sot ne kemi në Shqipëri një skemë me të cilën kemi rreth 30 milionë euro në dispozicion të atyre që tregtojnë produkte bujqësore, jo që prodhojnë, që këtu është problem. Ndërkohë që në Maqedoni fshinj arrim deri në një shumë që arrim deri në 10 fish të kësaj shumë. Pra, jemi në një situatë ku le të themi kështu Maqedonia prodhon vetëm për vete produkte bujqësore dhe produkte që ushqejnë industrinë e vet, por ka edhe për të eksportuar deri në nesh dhe vendeve të tjera. Po që ne këtë që nuk e kemi qëndruar në krah të mediat shqiptar dhe prodhuesit shqiptar. Dhe tani jemi në një situatë ku veç le të themi kështu një import i rritje të produkteve ushqimore, kemi dhe një situatë ku natyrisht këto produkte ushqimore po bëhen më të shtrenjta dhe ne nuk i prodhojmë dot. Sepse nuk i kemi qëndruar në kokë bujku dhe prodhuesve, cila një pjesë ka emigruar e shtetit. Dhe sot edhe tuam nuk i kemi më. Dhe një pjesë tjetër ka një farmoshe, një pjesë tjetër akoma mendon që është shumë leverdishme të konkurosh me produkte që le të themi kështu marrin 300 milion euro ndihmë, ndërkohë që ti duhet ta bësh me forcat tua dhe të paguash me naftën sa frangupul. Kështu që gjithë çështja është që pikërisht këto ndihma duhen për një ditë të keqe, por ne kemi pasur çdo ditë të keqe duke mos e ndihmuar këtë sektor. Dhe natyrisht po, do detyrohemi të marrim produkte importi dhe këto produkte importi do vinë me shumë të rritur dhe po, do kemi një inflacion të rritur dhe një rritje çmimeve që do godasë sidomos shtresat në nevojë duke filluar nga pensionistët dhe ata që banojnë në qytetet e vogla. Pra mund të themi se kjo mund ta konsiderojmë si shenjën e parë të një zinxhiri inflacioni që nis nga karburantet dhe përfundon kështu tek eksporta. Absolutisht po. Do jetë një inflacion nëse nuk sillet kriza ndërkombëtare sa më shpejt, do jetë një krizë çmimesh, një rritje e tyre, e cila do të jetë konstante e lueshme sepse jemi në një situatë ku nëse kemi Covid dhe rihapim ekonominë, kriza kalon. Por jemi në një situatë ku Europa është arrestuar nga dy problematika të mëdha të luftë. Njëra është ajo në Ukrainë, dhe tjetra është ajo në zonën e Gjirit Persik. Dhe nëse këto janë situatat, nuk ka shumë hapësirë nga ku Europa të importojë lëndët e veta të parë. Sepse Kina le të themi kështu bashkë me Europën janë dy subkontinente të më të goditura. Ashtu edhe bashkuara ka naftën e tyre ose ka naftën e tyre. Që Europa që duhet të gjejë burim, është kontinenti më në sfidë dhe më problem të situatë. Që këtu hapen edhe problematika të reja që lidhen me çfarë do ndodhi me turizmin shqiptar, nëse europianët do goditen nga rritja e çmimeve të verë. Do rritet numri për shkak të blokimit të Dubait dhe të zonave të lindjes së mesme dhe të largët të vendeve arabe, apo do ulet numri sepse gjithë shtresa e mesme dhe ulët e Europës që mund të ishte interesuar të vinte në Shqipëri, në shumë gjasa do qëndrojnë në shtëpi dhe do shkojnë afër shtëpisë në rastin më të mirë për shkak të rritjes së çmimeve. Pra, kjo është një gjë që akoma nuk e kemi ndarë dot, sepse po shikojmë të dyja fenomenet. Edhe anullimi të prenotimeve në hotelet shqiptare nga një anë, por edhe një hyrje në treg të ndërmarrjeve që kanë lidhje me sektorin turistik, të cilat po zbulojnë Shqipërinë për të parë si një alternativë ndaj vendeve arabe. Zoti Spao, qeveria e krijoi bordin e transparencës për karburantet, por ka deklaruar nga ana tjetër se është pothuajse e pamundur që të krijohet një bord për ushqimet. Pse shteti mund të ndërhyjë në një treg dhe jo në tjetrin? Atëherë, gjithë koncepti është ky që në momentin kur ti ndërhyn tek tregu i karburanteve, do zoti duke ulur akcizat, e duke bërë në rastin më të mirë 100 lekë më të lirë, 100 lekë për litrën e naftës. Kjo naftë më lirë shkon edhe te uli tendencialisht zinxhirin e
prodhimit, pra se është një lëndë e parë të produktit dobësor, të industriale në general. Por nga ana tjetër, ajo kuptohet që në një situatë në të cilën produktet janë produkte importi, duke filluar nga qumshi, shumica e tij, gjitha produktet e sportit, shumica janë produkte importi, ti si qeveri nuk e çfarë të kontrollosh, sepse çmimi të vjen është ardhur nga jashtë, nga shteti. Dhe ti nuk mundet të imponosh një ulje të çmimit importuesve në momentin kur norma e tyre fitimit nuk se rritet shumë, por është atje ku ishte politet ajo që është çmimi bazë. Pra, në këtë sens, alternativa tjetër është mos importojnë, por duke marrë parasysh se bujqësia jonë është për tokë. Nuk na ngelet gjë tjetër, nëse të importojnë, kështu që objektivisht nuk është ka qeveria shumë në dorë. Siç e thash pak më parë, ditët e mira duhet të punohen në një ditë të keqe. Keqe nuk është bërë. Do duhet të marrim produktet e importit në çmimin që ne japim.